Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur tonën ndaj Iranit duke paralajmëruar se koha po mbaron për Teheranin nëse nuk arrihet një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump shkroi se Irani duhet të veprojë shpejt, përndryshe nuk do të mbetet asgjë prej tyre, duke theksuar se koha është vendimtare. Deklarata e presidentit amerikan erdhi në një moment kritik për negociatat mes palëve, të cilat duket se kanë ngecur pas javësh diskutimesh intensive. Sipas mediave izraelite, Trump zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ku në fokus ishte situata e sigurisë në rajon dhe esuria e negociatave për armë pushim. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportojnë se përgjigjja e Washingtonit ndaj propozimeve të fundit të Teheranit nuk përmbante asnjë lëshim konkret. Agjencia gjysmëzyrtare Mer paralajmëroi se mungesa e kompromisit nga SBA-ja mund të çojë në një bllokim të plotë të negociatave. Mesazhi i Trumpit i bëri jehon deklaratave të mëparshme të tij, kur kishte paralajmëruar se një qytetërim i tërë mund të shkatërrojë nëse Irani nuk pranonte një marrëveshje vetëm pak para shpalljes së armëpushimit. Në fillim të prillit, presidenti amerikan kishte deklaruar se armëpushimi ndodhi në momentet e fundit të jetës, duke refuzuar kërkesat iraniane që i quajti krejtësisht të papranueshme. Megjithatë, autoritetet iraniane këmbgulin se propozimet e tyre janë të përgjegjshme dhe bujare. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi se Teherani ka paraqitur kushte që synojnë stabilitetin rajonal dhe ndalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit. Sipas agjencisë iraniane Tasnim, propozimet e Teheranit përfshin një ndalim të menjëhershëm të luftës në të gjitha frontet, heqjen e bllokadës zyrtare amerikane dhe porteve iraniane dhe garanci për moskrierjen e sulmeve të tjera kundër Iranit. Po ashtu, Irani ka kërkuar kompensim për dëmet e luftës dhe njojjen e sovranitetit të tij mbi ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për tregtinë globale të naftës. Në zhvillimet më të fundit, Trump sinjalizoi se mund të pranojë një pezullim 20 vjeçar të programit bërthamor iranian në vend të kërkesës së mëparshme për mbylljen e plotë të tij. Deklarata është interpretuar si një zbutje e pjesshme e qendrimit amerikan, megjithëse negociatat mbeten të tensionuara dhe pa një marrëveshje konkrete mbi horizont.